Kryeministri aktual qartazi po e vendos Kosovën në duart e shqiptarëve të Kosovës. Nuk e di apo e vendos edhe në duart e serbëve kosovar, por ai ka vendosur autoritetin në vend, që nuk ishte më parë. A është kjo gjë e mirë gjithmonë? Mund të kemi debat të gjatë për këtë. Të dy palët duhet të ndryshojnë dhe njerëzit e urrejnë të dëgjojnë këtë. Shi tha, të dy palët në TV. Bota ka nevojë për më shumë diplomaci. Mund të bëhet më shumë diplomaci. Mendoni që ende nevojitet prezenca e NATO-s për të ofruar siguri në Kosovë? Mendoni se ende ka situatë të breshtë në Kosovë? Nuk shoh breshtinë e njëjtë që mund të shihni ju. Dhe kjo mund të jetë pak nga naiviteti im, sepse nuk jam në rrjedhat e fundit si gazetar. Po, mendoj se ka ende nevojë për NATO-n. Ende është forcë shumë komshe. Është ende shumë e nevojshme. A ndryshon kjo në të ardhmen? Varet dhe kjo mund të ndodhë. Po, ka pasur zëra se trupat amerikane mund të largohen, por ende janë këtu të ofrojnë siguri. Po, është thelbësore për momentin të jenë këtu. Zoti Perry, po të kishte ndodhur situatë e njëjtë tash sikurse në vitin 1999, mendoni se perëndimi do të kishte intervenuar në Kosovë sot? Jo, asesi. Ishte një pikë aq unike në histori, ishte aq shumë parafrim në një linjë që nuk ka as pak ngjashmëri me sot. Ta quajmë një rivendosje amerikane, pasi vendosën në linjë me lindjen ose me verjun. Pra, s'do të ndodhte sot. Kush e di ku krizat mund të sjellin bashkim? Kush do të mendonte se Evropa do të afrohej aq shumë si ndodhi kur filloi çështja me Ukrainën? Shpejt nxiteni rreth Ukrainës deri në një pikë. Dhe ngjashëm kjo mund të ndodhë nga asgjë, por duket e pabesueshme. Dhe shumë e pabesueshme se dikush do të vinte në shpëtim vetëm për çështje humanitare, sepse tash është krejt tregti. Çfarë fitoj unë nëse ndihmoj? Kjo as nuk ishte në agjendë me blerjen e Clintonin.